Si e më i pasur se 95% e popullsisë. Po ato favore që të bëhen ty, na bin qaf neve me taksa. Dhe ti e di shumë mirë për çfarë po flas. Se kemi orë që dëgjojmë. Vazhdojmë. A bra, e tash. Po jam flasim sepse se janë ca si puna këti që sot as ka Adriatik Lapar nuk shkon njeri dhe as protesta të tjera nuk shkon njeri. Të lutem, ta përfundoj se ndryshe nuk bëjmë dot diskutim. Atëherë, zoti Meçi. Po çfarë diskutim kemi orë domethënë që flet ai Auror. Po me rafra po bëni. Po jo më marroj kohë, domethënë ne flasim dot më. Zoti Meçi të kalojmë. Ka orë domethënë që na shpjegoj termat juridike. Kjo juriste këtu ai thotë unë di më shumë se ty, pa le tash. Për ta përfunduar, zoti Meçi. Mos bëhemi karagjoz. Vetëm lutem. Kjo është fryma me cilën fund. Pa lema, fryma, domethënë më trego frymën ti mund domethënë jo. Tani. Aurora. Ta thash një gjë kur erdha këtu. Ti mbledh, nuk po i vej emra, dhe çështjet që janë çështje serioze i kthen në çështje private. Ti. Unë, çfarë çështje private po ktheu? Ta në këtë tavolinë. U hodhën akuzën ndaj meje. Po bravo. Të lutem tani më. U hodhën akuzën ndaj meje. Ai zotni të ketë burr rrin tashmë në përgjegjësi ligjore. Në përgjegjësi ligjore të më akuzoj qoftë për një gjë mua. Shumë s'po të akuzoj. Më them je më i pasur. Qoftë për një gjë. Jo e ndalove ti, por ti jo vetëm pasur nuk është akuzë. Sepse unë s'ta që ke vjedhur. Sepse akuzat e tia ishin ato shashka që hedhin nga ai. Jo më shko drejtori gjykatës si për atë punë, për mua s'ka problem fare. Po jepet plot atë, mos e jep kështu. Jepi, shko drejtori gjykatës për këtë që kam thënë. Dyshën, tonë legend si punë këtyre, si punë këtia. Jo, ti më legend se ty nuk ka domethënë. Na bën espion. Po jam si ti dilje duke qartë do me vrajë Dirama në 2003 për i ka aksident që kishte bën kombinat. Mos kalojmë në diskutime. Tash mos tregoti mua se e kam shkruajtur me këto dy durën ato. Mandi, ju lutem, a ka mundësi të mos bëni diskutime edhe Po jam më kujt i thotë legenda ime. Po pra në rregull, dakor. Pse për çfarë? Çfarë thash, je i pasur më shumë se 95% e popullisë. Ju lutem. I dashur dhe herë. I dashur dhe herë. Me mu nuk i bë dot këto vëlla. Të je unë që jemi pasur, po jo me ty more, me ty edhe me qire legendë si puna jote bëj more. Ore, X s'bi më në vërtet. Legendë si puna jote ose ka fare. Fare. Këtë emision solle. Prandaj të thash, kujdes me këta legenda se këta din vetëm provokojnë. Kontra legendi do të jem shumë me kolibet atë ndelu punë. Aurora dhe njerë. O ai do nxjerr të vërtetat e legendit Arben Meçaj. Jo më jo legend se ti unë s'tash legend. Dëgjoj. Tani këtu janë diskutime personale. Vazhdo me të tani punën. Unë jam duke u kallëzuar. Vazhdo me të punën. Vazhdo me të punën. Diskutuar për Belinda Ballukun, për këtë që ju kam folur. Vazhdo punën me të. Por këto dhe tavolinë nuk funksionojnë në këtë formë. Vazhdo punën me të. Tani, zoti Meçi, ju keni qenë ftuar për këtë diskutim. Pastaj, në rast se po jo, je ftuar në këtë diskutim. Në qoftë se jeni ftuar, ai zotni që hodhin tavolinë. Tani këtë keni personale. Jo, sot as është hedhur. On sot as akuz ti drejtori gjykatës më Tani, Mandi, ju lutem, a ka mundësi në këtë tryez mos ta përdorni dhe Dëgjoj. Jo. Nuk largohem unë nga kjo pikë që thash. Nga kjo pikë që thash më jo. Televizionin nderuar A2 në gojën e legendave ka hedhur akuza të jashtëzakonshme ndaj Arben Meçaj. Tani, përderisa e keni debatin me një Ora, s'kam edhe si akuz, tash je i pasur. Me të gjithë legendët që ka referuar. Kjo unë jam shumë i dëgjoj. Unë i dalë në shkolla e propagandës. Kjo është shkolla, ju vetëm aty hani buk të shkolla e propagandës. Shkoni zotëri, akuz s'kam bot, thash je i pasur dhe je. Hapni shkollën e propagandës, mos i torturoni shqiptarët. Shqiptarët po vurojnë atje. Për ta gjojmë pak. Jo, nuk mund ta gjojmë tani. Tani do ikim ne. Tash ti ikim ne domethënë. Zonë, kam lënë 4 fëmijë atje që mi bën gjumë. Një burri, një tezja, një mami. Unë vi këtu për çështje madhore, që i takojnë. Ore, çfarë akuzet bëra unë ti? Çfarë akuzet ndërtimit? Ne po na cënojmë një situacion. Nuk ju vjen turp se jeni dhe mosha e Timeti, nuk ju vjen turp që flisni kështu. Ka një popull atje që ka nevojë për ndryshim rrethor. Ka nevojë për ndryshim rrethor. Dhe ju doni prapë na keni 40 vjet brapa. 40 vjet brapa. Ka nevojë ju për ndryshim rrethor.